Imran Hussein, njëhet si një anti-amerikan, anti-perëndimor, ka kriju një rrjet madh njerëzve që i kanë këto bindje, kanë organizu seminare të ndryshme, si që këmë thonë para 10 viteve, shërbimet inteligente të Britanisë Madhe, të cilës nuk mirën me këtë matuf plak. Nuk besoj se dikush nga shërbimet inteligente të Perëndimit do të mirët me këtë matuf plak. Por, ndjekësit e tij që mund të bëhen viktima të ndikimit të tij. Për shfarosin e muslimanëve. O ti njeri, nuk është për shfarosin e muslimanëve, është shfarosin e një etnie. Është normale se do të mirën, do të shndrojnë potencial të krimit përmes robotëve, të rrjeteve sociale, inteligjencisë artificiale, ose në momentin kur preket liria, siguria dhe qarkullimi i interesave të Perëndimit, do të çerojnë hesapet, target, pastrocakun.